Raporti i progresit po deformohet dhe nuk po lexohet drejt. Pushteti edhe kësaj radhje arriti qëllimin që të mbuloj turpin. Kështu u shpreh kreu i PD-s Menduthaçi pas takimit me euroambasadorin Aivo Orav, i cili i dorëzoi raportin e progresit. Sipas Thaçit, shumë shpejt do të zhvishet kjo politikë anti-shqiptare, anti-NATO dhe anti-Bashkimit Evropian. Kreu i PD-s tha se nuk mban alibi se integrimin e Maqedonisë e bllokon Greqia. Ky alibi është i pabazë dhe fshet të gjitha problemet e brendshme me të cilat përballet vendi, siç janë mungesa e lirive elementare, friksimi që u bëhet mediave, kontrolli i plotë i gjyqësorit, lustrimi e të tjera. Bashkërisht me ambasadorin konstatuam se kemi një problem këtu që mesazhet që na vijnë prej progres raportit dhe kryesisht prej gjithë bashkësisë ndërkombëtare deformohen dhe nuk janë mesazhe të cilat realisht ashtu siç duhet të lexohen. Gjendja dita ditës përkeqësohet. Mendoj se qeveria ka arritur që disa pjesë të turpshme të trupit vet t'i mbuloj me tesha deri këtë vit, po vitin e ardhshëm besoj se kjo politikë e kësaj qeverie do të jetë komplet e zhveshur, si politikë anti-NATO-s, anti-Unionit Evropian dhe si politikë anti-shqiptare. Orav, raportin e progresit ja dorëzoi edhe kreut të socialdemokratave Zoran Zaev. Me këtë rast, kreu i LSDM-s Zoran Zaev ka theksuar se qëndrimet e LSDM-s korespondojnë me ato të shumicës së qytetarëve të vendit, se nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë përveç antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ndërkohë, Partia Liberal-Demokrate theksoi se Maqedonisi është dhënë raport pozitiv vetëm për shkak të këmbguljes së Bashkimit Evropian për të mos hequr dorë nga Maqedonia. Se raduam e shtypën e povtërën për porek. Gëzohemi që sërish kemi rekomandim dhe kjo është mirë. Kjo nënkupton se dikush është mik i këtij vendi. Ndërkohë që në brendi nënvizojnë të gjitha dobësitë për të cilat siç dëgjuat, edhe kryeministri pranoi se në të ardhmen do të angazhohet në menjanimin e tyre. Kur pas rekomandimit të 5 do të flitet për liri të mediave, do të flasim për gjykim të drejtë dhe gjyqësor të pavarur. A nuk është për të ardhur keq që vendi jon të mos e publikojë numrin e administratës publike, prej kujt fshihemi? A dëshirojmë të jemi vend antare e Bashkimit Evropian? Makedonia go dobi pozitivni od izveštaj. Maqedonia mori raport pozitiv me një fjali të thatë që deklaroi edhe Eurokomisionari Füle në kuptimin ne nuk i ngrem duar nga Maqedonia, dhe kjo është e gjitha, nuk pam kompliment tjetër për Maqedoninë. Me fjalë të tjera, Bashkimi Evropian na mbajti orë mësimi për kulturë politike. Çfarë do të thotë dëbimi i deputetëve të opozitës nga kuvendi? Çfarë është dialogu politik mes pozitës dhe opozitës? Çfarë është dëbimi i gazetarëve? Orav, gjatë ditës së nesërme, raportin do t'ia dorëzojë edhe kreu të BDI-s Ali Ahmetit, ndërkohë që më pas kreu i integristëve do të realizojë një takim edhe me ambasadorin amerikan Paul Wallers.